Jemi rikthyer sërish në studio, miq të dashur, pasi ndoqëm këtë material, ashtu siç unë e thash, do të flasim tashmë për alpinizmin dhe për një sfidë alpinistëve shqiptar, cilët po ngjisin majën më të lartë të botës, Everestin, dhe ne do të diskutojmë gjërësisht në studio lidhur me vështirësitë të cilat i shoqërojnë alpinistët shqiptar në këtë udhëtim të tyre, në këtë nismë të cilën ata kanë marrë. Më së miri për këtë pjesë na flet i ftuar i ditës së sotme, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Aleksandër Bojaxhi, ish alpinist dhe kryetari i shoqatës Dajti Alpin. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që ju jeni me ne këtu në studio për të na rrëfyer për këto emocione të mëdha. Një herë është kënaqësia ime. Po, do të diskutojmë dhe ta nisim pikërisht këtu, për këtë sfidë, për këto emocione të mëdha që po përjetojnë alpinistët e shoqatës që u drejtoni, të cilët janë duke ngjitur pra siç e thash majën e Everestit. Më tepër kjo është një sfidë, zoti Bojaxhi, apo është një sfidë dhe një ëndër, le të themi, ndërthurur për shoqatën tuaj? Besoj se çdo individ e shikon në mënyra të ndryshme këtë. Por sigurisht është një sfidë. Është një sfidë sepse të gjithë ta djemë kanë rastit të ndeshen me vështirësitë e natyrës, me elementet atmosferik dhe me vështirësitë e reliefit. Njëherë që janë në sfidë me aftësinë e organizmit të tyre për të përshtatur sasisë oksigjenit që ekziston në ato lartësi, dhe që kjo është sfida më e madhe. Dhe është një sfidë e cila nuk mund të kontrollohej këtu në kushtet ku ekipi është stërvitur. Por është edhe një kënaqësi. Është kënaqësi të ngjitesh majën më të lartë të botës. Është kënaqësi të shikosh ato panorama, të fotografosh, të filmosh në ato lartësi. Është kënaqësi të kalosh në për zonat e populluara, që zakonisht aty kapin lartësit rreth 4.500 metra, dhe të njifesh me banorët aty randëve që jetojnë në kushte krejt të ndryshme nga jetesa jonë, në kuptimin e mbijetesës në ato lartësi, dhe ndeshesh me kulturën e këtyre popujve që jetojnë aty. Dhe të gjitha këto bashkë, për secilin nga këta antarë të grupit, apo çdo që ka shkuar më përpara dhe shkon sot, janë kënaqësi të cilat tek njerëz të ndryshëm reflektohen në mënyra të ndryshme. Shikojmë edhe disa plane. Po sapo pash ca filmime nga ngjitja në Mont Blanc. Është ngjitja e malit ku mbas të cilës ngjitje, ne si shoqat vendosëm që të synojmë majën më të lartë të çdo kontinenti, dhe kjo në botë njihet me emërtesën Seven Summits, 7 maja. Janë pikërisht pamje filmike dhe fotografi nga ajo veprimtari e cila u zhvillua në gusht të vitit 2008. Mbasi u realizua ngjitja në majën Mont Blanc, ne morëm vendimin që të synojmë majën më të lartë të çdo kontinenti. E siç thash, kjo nisëm quhet Seven Summits. Viktima, në thojza e parë e kësaj nisme ishte maja Kilimanxharos, më e larta në Afrikë, në kontinentin e Afrikës, me 5.895 metra. Pas kësaj, grupi vazhdoi me Elbrusin, që ndodhet në zonën e Kaukazit, dhe është maja më e lartë e Evropës. Mont Blanc është maja më e lartë e Alpeve të Evropës, po jo maja më e lartë e Evropës. Dhe në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, ne patëm idenë, dëshirën që të jepnim atë dheut një arritje si që është ngjitja në majën e Everestit, që për çdo alpinist është një arritje kulmore, një arritje veçantë, dhe kishim besimin dhe ende jetojmë me këtë besim që do jetë një arritje veçantë sportive nëse të paktën një nga ai grup të ngjitet në këtë majë. Po, ndërkohë, zoti Bojaxhi, na tregoni pak për komunikimin, kontaktoni me alpinistët, në çfarë janë ata momentalisht dhe si po realizohet ky proces? Komunikimi është mjaft i vështirë në kuptimin që mbasi ata largohen nga 5.000 metrashi,
Tani, për të sqaruar situatën, grupi ynë ka zgjedhur një kompani udhërfysesh që është nepaleze. Dhe qëndrimin e parë ekipi e pati në Katmandu, ku bleu ato pajisje që duhen për lartësi, qoftë pajisje teknike, qoftë ato të veshjes. Pati edhe një sezon stërvitor për disa gjëra të veçanta që ata i ndeshin dhe do të ndeshin më tutje gjatë ngjitjes së majës, apo me thënë gjatë shënimit për ngjitur majën, dhe pas kësaj ata lëvizën dhe u futën në Tibetin kinez. Domethënë tani që neve flasim prej të 2 javësh të paktën, ata janë në zonën e Tibetit kinez, ose siç quhet ndryshe, faqja veriore e Everestit. Deri në lartësinë 500 metra ne kemi patur mundësi të komunikojmë me ta, qoftë në raste të veçanta me telefon, qoftë me internetin. Mbasi ata lënë 500 metrshin, ku kjo pikë në 500 metrësh quhet kampi bazë, ne nuk kemi më mundësi komunikimi me ta. E vetmja mundësi komunikimi me ta është kur ekipi i udhërfyesve, stafi i udhërfyesve, komunikon me qendrën e tyre nëpërmjet radiove, ose mënyra tjera që mund kenë ata të komunikimit, po e di që komunikojnë me radio, dhe na dërgojnë një paragraf kështu telegrafik për gjendjen e tyre shëndetësore dhe nivelet ku ata kanë arritur në lartësitë e malit. Pastaj ne nuk kemi komunikim. Për fat të keq, para një jave ata ulën përsëri në kampin bazë, në këtë lartësinë 5.200 metra, dhe nuk punonte interneti. Kështu që jemi të varfër me ndonjë fotografi apo gjëra të tjera që neve mund t'i siguronim nëpërmjet internetit. Dhe sot që flasim, ata janë gdhirë në kampin bazë të avancuar, Advanced Base Camp, siç njihet në alpinista, dhe unë besoj që sot ata e kanë pushim, sepse e kanë lëvizur nga 5.000 në 6.400 dhe patjetër duhet një ditë pushim, dhe nesër e tutje ata do të synojnë që të shkojnë deri në lartësinë 7.800-7.500 metra. Dhe do duhen disa ditë, apo jo? Sigurisht do duhen disa ditë, sepse këtu nuk shkohet për një herë në lartësi. Ata janë në proces aklimatizimi. Do me thënë, në procesin e të mësuarit me veprimtari fizike në këto lartësi ku mungesa e oksigjenit është e theksuar, është mungesa e rrallë, është një ajër shumë i rrallë, dhe që të aklimatizohen, të arrijnë aftësitë e tyre për të punuar në këto lartësi, lëvizja duhet bërë jo vetëm duke fituar lartësinë nga pak, por edhe duke i bërë lëvizjet si thua sa më të ngathta. Kjo është metodika për të arritur aklimatizim sa më të mirë dhe sa më të shpejt. Dhe sipas të gjithë njohurive që ekzistojnë në këtë botë të sulmit të Everestit, ndër këtë grupin ton, ata që do të arrijnë të ngjiten deri në 7.500, 7.800 metra, pa përdorur oksigjenin, bombulat e oksigjenit. Këta janë potencial për të kapur majën e Everestit. Në përgjithësi në cilën lartësi është vërtet e nevojshme dhe duhet përdorur bombula, apo varet edhe nga rasti? Tani ajo varet nga rasti. Varet nga secili. Dhe këtu për shembull, siç thash, sfida kryesore është aftësia e organizmit për të përshtatur mungesës së oksigjenit. Ta përdorur sa më Dhe shumë. ne nuk kemi përvojë të mëparshme për aftësitë e organizmit të këtyre djemve apo edhe të tjerëve që janë në shoqatën tonë, se sa të aftë janë për veprimtari fizike në ato lartësi. Procesi aklimatizimit do ta sqarojë këtë gjë. Procesi aklimatizimit do ta sqarojë këtë gjë. Dhe pikërisht këtë javë neve presim, në qoftë se do të mbaj moti i mirë atje, sepse ata patën edhe para 10 ditësh të njëjtin program, po me informacionet që kam unë, ata nuk kanë arritur më lart se 6.900 metra në një prej tyre, sepse janë ndarë në grupe të ndryshme. Dhe me sa duket një grup ka arritur të ngjitet deri në 6.900. Nuk kam patur mundësi të shkojnë më tej për arsye se në lartësi 7.000 e lartë moti ka qenë shumë i keq. Edhe ata për të mos nenjur në mungesë oksigjeni dhe për të pritur motin e mirë u ulën në kampin bazë. Tani ata janë atje dhe nëse moti do t'i favorizojë, ata do të synojnë 7.500-7.800 metrin, sepse pikërisht kjo pastaj do t'i bëjë ata që të kenë një rishtim tjetër në kuptimin sportiv, në kombinim me sherpët, me udhërfysit quhen sherp, kështu quhet, është emërtesa e njerëzve që jetojnë ato lartësi.
për të krijuar dyshet e punës për të synuar majën. Kjo javë do të na i sqaroj këtë pikë, domethënë. Po. Pas kësaj jave, domethënë, mas 5 ditësh, 6 ditësh, këtë nuk e përcaktojmë dot, do të përcaktohet nga vetë ata atje. Ata do ulen përsëri në kampin bazë, të rinë disa ditë aty do ushqehen më mirë organizmi me oksigjen, kjo quhet çlodhje, edhe duke ndënjur, jo në kuptimin asaj çlodhje që kemi këtu, po çlodhje në kuptimin që organizmi ushqehet më mirë dhe do të ndihet më mirë. Dhe aty mund të merret vendimi për datën se kur do të sulmojnë majën. Kjo është pak a shumë tabloja sot. Por të kuptohemi, vendime do merren atje. Pra varet nga situata që do të paraqiten nga kushtet klimatike. Nga moti, nga aftësia e klimatizimit të organizmave për çdo individ e kështu me radhë. Po. Kujt ja dedikoni ju, në fakt kush ju ka mbështetur më tepër për të realizuar këtë projekt të madh që është ngjitja e malit të Everestit? Iniciativa nisma mbi të gjitha ishte një sfidë financiare. Dhe megjithëse ne patëm premtime nga më të ndryshmet, 2 kompanitë e para që na mbështetën me nga $50.000, arsyeja që janë këto shifra është sepse për një njeri, shpenzimet për ngjitjen e Everestit janë $35.000. Që nga nisja deri nga rinasi në rinas, si them. Madje janë dhe më shumë, sepse ne kemi që nga shtatori i vitit kaluar në fakt, kemi pasur në procesin e stërvitjes dhe përgatitjes së grupit. Dhe gjithë këto stërvitje që kemi bërë kanë kostën e tyre, qoftë me makina, me benzinë, me dieta ushqimore, me veshje, me shumë gjëra. Po janë rreth $35.000. Ata që neve na hapën rrugën të parët ishin Raiffeisen Bank and Vodafone Albania, të cilët dhanë nga $50.000. Pastaj e treta që na plotësoi mundësinë ta shpallim të sigurt që do kemi një treshe për të ngjitur ishte televizioni shqiptar, i cili dha afërsisht $11.000. Më pas, ata që na ndihmuan ndeshëm në fonde ishin Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, me shumë për rreth $20 milion, si dhe kompanitë të tjera me shuma më të vogla, si për shembull ANTA, Autoriteti Portual Durrës, Fondacioni Besa, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të gjithë këto bashkëpunues, një kompani austriake, THT, THT, edhe uroj që mos kem haruar në nga këto kompanitë e vogla. Gjithashtu patëm edhe nga një farë sponsorizimi nga Konadi me ushqime, nga Hako me ushqime. Për gjitha elementet e nevojshëm për të plotësuar. Nga Ministria e Shëndetësisë me Barna. Dhe të gjitha këto bën të mundshëm që ne të kompletohemi dhe të kemi kurajën të ndërtojmë këtë ekip. Megjithatë, nuk u siguron fonde për të 6 individët antarët e ekipit. Një nga antarët e ekipit ka shku me shpenzimet financiare, nga buxheti familjar, si thua. Dhe në shoqatën tonë ka ekzistuar kjo frym që të gjitha këto veprimtarit janë bërë jashtë shtetit, alpinistët kanë paguar dhe shpenzuar nga fondet familjare, pjesërisht. Por për Everestin, meqense shuma ishte e konsiderueshme, domethënë vetëm njëri arriti të siguroj këtë shumë për të... Ti përballonte, le të themi vetë. Po, nëse flasim pak për djalin tuaj, Gjergji Bojaxhi, i cili e ka këtë pasion, pra alpinizmin, ngjitja është një pasion që, le të themi, i buron, është brenda tij, apo është më tepër një iniciativë, ka qenë një nxitje nga ana juaj, zoti Bojaxhi, për ta nxitur atë drejt kësaj rruge? Gjergji që në fëmijëri është marrë me sport. Që në fëmijëri unë e kam marrë në për male, sikundër kanë bërë dhe mjaft alpinistë të tjerë, nuk janë vetëm unë që e kam bërë një gjë të tjerë. Kjo ishte e pritshme. Por më pas, zhvillimet e tij në sport, ai në fillim fare është marrë me kërcime shkop. Por më pas me trenerin e tij në atë kohë, zotin Petrit Qendro, vendosëm që ai nuk do ishte një rekordmen për konstruksionin e tij fizik, dhe meqense dhomat e stërvitjes i kishim afër, ai kaloi në ekipin e të rinjve. Ndoshta fillimisht me zotin Andon Tapia, po sigurisht me zotin Shefki Juma, dhe pastaj kaloi në ekipin e të rriturve.
Shkriki pati një histori sportive që në vitet 80. Këtë doja të thoja me këto fjalë deri tani. Dhe më pas, kur u krijua kjo shoqata Dajti Alpino Turistik në vitin 2000, ai u bashkëngjit kësaj shoqate dhe her mas here ka marrë pjesë në veprimtaritë e organizuar nga kjo shoqatë. Sigurisht nuk është një shtysë e imja. Unë si thua që krijoja mundësi që ta njoh dhe alpinizmin. Ashtu si kundër për çdo alpinist tjetër, mund të jetë një shtysë fillestare, por pastaj është pasioni që të lind për sportin, që ta ndjekësh ose mos ta ndjekësh. Alpinizmi si kundër dhe sportet e tjera. Nëse ndalemi sërish pak tek tema për cilën ne po diskutojmë, tematika e cila mbetet Everesti në fakt, kërkon më tepër një guxim nga alpinistët për të arritur deri në ato lartësi, apo le të themi varet edhe nga përvoja që ka gjithsecili? Çfarë do të përcaktonit ju më tepër të rëndësishme? Ndoshta vullneti i secilit, përvoja, aktivizimi, përgatitja, le të themi edhe fiziku i gjithsecilit është i rëndësishëm për të arritur. Çfarë duhet të ketë një alpinist për të arritur deri aty? Sigurisht duhet të ketë disa elemente. Në rastin e Everestit, mbi të gjitha duhet të jetë dedikimi. Duhet të jetë dedikimi sepse të ngjisësh Everestin, domethënë të vësh 2 muaj nga jeta jote, si thua, në dispozicion, sepse gjithë veprimtaria, si thua, nga rinas i ndërinas, po jo vetëm për ekipin tonë, po për çdo ekip, është sfida e Everestit kërkon 60 deri në 65 ditë. Dhe për të gjithë ata që janë atje është një sakrificë financiare, sepse janë 2 muaj pa rroga. Është një sakrificë që disa mund të mbasin, ndonjëri mund të mbasi vendin e punës, ndonjëri mund të më i riu midis tyre, Mateo Begeja për shembull është maturant, edhe ai sapo të kthehet duhet futet në bankat e provimeve që bëjnë maturantët. Dhe keni parasysh që gjatë këtyre 2 muajve që gjithë maturantët merren me përsëritjet për të përgatitur për provim, ai është ete i fokusuar në një veprimtari që s'ka të bëjë fare me provimet. Dhe është një sakrificë për të. Dhe gjithsecili në fushat e veta. Tjetër, është një sipërmarrje që për secilin prej tyre është e qartë që do ketë vështirësi. Ne kemi parë disa filma, kemi bërë disa komente gjatë sezoneve stërvitore dhe kemi mësuar nga përvojat e tjerëve, veç atyre që mund kemi lexuar, o nëpër libra, o nëpërmjet internetit. Dhe për secilin prej tyre që pa u nisur nga Tirana, ka qenë e qartë që do ketë sakrifica për të duruar vështirësi, për të duruar gjendje të kondicionit fizik jo të zakonshme, dhe vullnet për të kapërcyer këto. Kurse vështirësitë teknike, unë nuk i shikoj problematike për arsye sepse reliefet e maleve një lloj janë në përbot. Dikush më i gjatë, dikush më i shkurtër, dikush më pak i pjerrat e kudion, dhe me stërvitjet që ne kemi bërë këtu, unë i shikoj domethënë këto sfida teknike të kapërcyeshme për grupin që është atje. Plus të gjithë këta kanë përvojë minimale të ngjitjeve të maleve në lartësi. 2 prej tyre, për shembull, Mateo me Gjergjin kanë qenë në Mont Blanc, kanë qenë në Elbrus. Mateo, mos gaboj, ka qenë në Kilimanjaro. Fationi ka qenë në Elbrus. Gerti ka qenë në Kilimanjaro, ka qenë në Elbrus. Erli ka qenë edhe në Elbrus edhe në Kilimanjaro. Domethënë, Jim Begeja, që është më i moshuar për tyre, ka një përvojë edhe më të gjatë, më të plotë se gjithë këta të tjerët, që nga viti 2003 me këto vajtjet në vende të ndryshme të botës, plus që ka qenë dhe antar i ekipit të shtatmë nëndorit në vitet 80, sikur ishte edhe Gjergji që përmendëm me që më pyetët. Dhe kështu që nga këto anët e tjera, këta djem janë të kompletuar.
Nëse flasim pak për gjitha emocionet e një rrugëtimi të tillë, shpeshherë alpinistët ne kemi dëgjuar që shprehen që nuk mund të shpjegohet ndjesia, le të themi, dhe nuk është se është vetëm arritja në maj kulmi i lëvizjes së tyre, po e gjithë lëvizja, e gjithë rrugëtimi ka ato emocionet e veta. Çfarë mund na tregoni ju, referuar dhe eksperiencave që keni patur me majat më të larta që ju i keni ngjitur disa prej tyre tashmë? Ka një gjë që për alpinizmin nuk është shkruar një libër, ashtu si dhe për sportet të tjera nuk është shkruar një libër. Dhe një nga arsyet, mendoj unë, është sepse njerëz të ndryshëm i përjetojnë në mënyra të ndryshme. Por ka një linjë përgjithshme që unë mendoj që ekziston tek të gjithë ata që merren me alpinizëm. Siç u thash, alpinizmi është një sport që të krijon mundësi të shikosh vende të ndryshme, panorama të ndryshme, të takohesh me njerëz të ndryshëm, të kulturave të ndryshme, qoftë brenda vendit tënd, qoftë kur del jashtë njifesh me kulturat e vendeve të tjera. Kjo është një gjë pozitive, sigurisht. Anët e pamjeve, panoramave, ka njerëz që jetojnë me kënaqësi të veçantë të gjëra. Madje fotograf shumë të mirë, operatorë shumë të mirë, kanë dalë nga radhat e alpinistëve. Nuk flas vetëm në Shqipëri, po edhe nga që kam lexuar nga popujt e tjerë. Të luftosh me erën, të luftosh me temperaturat e ndryshme, edhe të fitosh, si thua ta, në kuptimin sportiv të fjalës, është një kënaqësi që njerëz të ndryshëm e përjetojnë në mënyra të ndryshme. Të ngjitesh në lartësi dhe të shikosh botën nga pika që të tjerët nuk i shikojnë, është vërtet një kënaqësi. Jo kënaqësi sepse unë shoh atë që nuk shikoni juve, po kënaqësi sepse unë e shikoj të njëjtin fshat, të njëjtin lugin, të njëjtin akullnaj, nga një këndvështrim tjetër që në shumicën ndërmuese të rasteve është më i bukur nga ai që shikohet nga pozicione të tjera më të ulta. Kënaqësitë të kësaj natyre mund të numërohen, besoj, plot, dhe të gjitha këto varen nga mënyra se si përjeton secili këto lloj dukurish. A ka një periudhë më të mirë, zoti Bojaxhi, më të përshtatshme për të ngjitur veçanërisht majat më të larta dhe më problematike? Flasim jo vetëm për Everestin, por edhe për majat të tjera të larta. Po. Cila është koha më e përshtatshme? Le të ndalim fillimisht për Everestin. Po. Everesti është një mal në bllokun e Himalajeve dhe ky vargmal i Himalajeve ndikohet nga musonet. Dhe është pikërisht muaji maj që siguron motin më të qëndrueshëm për të sulmuar çdo maj të Himalajeve, në mënyrë të veçantë Everestin. Dhe është një dritare që ka qenë me këto ndryshimet klimatike është shtyrë nga fundi i majit, është një dritare me kohë të mirë. Dhe deri tani parashikimi është që ekipi ynë do ta synojë majin e Everestit me datën 21 maj. Pikërisht sepse në periudhë fillon, si thush, dritare e motit më të mirë. Kjo për Everestin. Everesti synohet edhe në nëntor, sepse edhe atëherë ka një dritare me mot të mirë, po nuk është aq e garantuar sa që është maj, dhe është më i ftohtë. Ato ditë janë ndjeshëm më të ftohta se sa ditët në maj. Kur them ndjeshëm më të ftohta, në maj temperatura minus 20 është temperaturë normale, kurse në nëntor edhe minus 35 mund konsiderohet normale, në kuptimin e temperaturave minimale. Në përgjithësi në alpinizëm ka një periudhë kohore që është nga 22 dhjetori deri në 21 mars, që quhet periudha e ngjitjeve dimnore. Gjithë botën alpinistike. Me fjalë, ai që është dimni astronomik është dhe periudha e ngjitjeve dimnore. Kurse gjithë periudha tjetër quhet jo e ngjitjeve dimnore. Madje për ironi quhet e ngjitjeve verore. Kjo sepse në klasifikimet e përgjithshme ka pas ekzistuar edhe në koncept ekziston edhe sot e kësaj dite që ngjitjet alpinistike ndahen të sezonit dimnor dhe sezonit jo dimnor. Në vendin tonë, periudha më e artë për të bërë ngjitje dhe për të shijuar, si thuash, malet tona, është Korrigushti.
Për mua, për kënaqësitë e mia personale, është fundi i qershorit, sidomos në Alpe, sepse ende dëbora zëvend në panoramën e maleve, krahas gjelbërimit që është më i ndritshëm, më vezullues se sa në muajt e tjerë, dhe asaj grije që japin majat e maleve me të kaltërdhën e qiellit. Por në vendin tonë, për klimën që kemi neve, mundësitë e kënaqësive për panorama dhe kënaqësive për ngjitje janë në çdo periudhë të vitit, nëse ti zgjedh një dritare me matë të mirë. Edhe meqense ju dolët në Shqipëri, cilat janë, le të themi, pikat më interesante të vendit tonë, më sfiduese, ato që ne ofrojmë, edhe që alpinistët, domos veçanërisht alpinistët e rinj duhet patjetër ti eksplorojnë? Unë mendoj që jo vetëm alpinistët, po të gjithë shqiptarët duhet ta shohin patjetër Thethin. Thethi është një nga perlat e Evropës. Gjithë shqiptarët duhet ta shohin Valbonën, se dhe ajo e tillë është. Madje kanë mundësi që në Valbon të shkojnë edhe dimrit dhe verët, sepse Valbona është e mundshme që të shkojnë njerëzit edhe gjatë stinës së dimrit, për vetë natyrën e komunikacionit. Kurse Thethi është i vështirë për të futur në dimër. Këtu në këtë zonë, sigurisht, shumë i bukur është edhe Kelmendi, shumë i bukur Kelmendi edhe në mënyrë të veçantë Lëpusha. Boga, që është dhe Boga pjesë e Kelmendit, dhe secili nga malet e tjera pastaj ka bukuritë e veta, po domethënë, si thush, perla malore e vendit tonë janë Bjeshkët e Nemona apo Alpet, siç i thon shumë njerëz. Alpet e Shqipërisë. Paka shumë këto janë. Nga këto majat që janë në zonën e Bjeshkëve të Nemona, ato që t'i japin kënaqësi të veçantë kur i ngjit janë Jezera, që është dhe maja më e lartë e Alpeve, Radoima, Papluka, Maja e Madhe, në malin e Shnikut, Kollata, Briasi, Grykat e Hapta, Mali i Thatë në zonën e Bogës, Mali i Thatë në zonën e Valbonës. Me fjalë ka mjaft maja që janë edhe sfiduese, po mund të gjesh edhe itinerar të thjesht për t'ju ngjitur dhe që t'japin një kënaqësi të veçantë për të jetuar në natyrë dhe për të qenë mes tyre. Maja cilat ju i njihni edhe na flisni, keni eksploruar më së miri, pra. Nëse do të ndalemi tek eksperienca juaj e gjatë në këtë fushë për të veçuar, le të themi, emocionet më të mëdha ose eksperienca juaj më e bukur që keni patur, nëse mund të veçoni një prej tyre, edhe ajo më e vështira, pse pasi secili alpinist ka patur edhe vështirësi cilat ndonjëherë në varësi të problematikës që ka një majë rrezikojnë shumë edhe alpinisti në fjalë apo jo? Tani, nuk jam një mendje me ju për të përdorur fjalën e rrezikon, sepse unë kur shkoj atje shkoj për kënaqësi, jo për të rrezikuar. Por ne kemi edhe raste që kemi dëgjuar që alpinistët kanë rrezikuar shumë në ngjitjen e tyre. Po, ashtu si kundër dhe unë kam dëgjuar shumë disa raste që autobusi ka hyrë në trotuar dhe ka shkel njerëz. Sigurisht, janë raste që aksidenti është i mundshëm kudo. Megjithëse niset si një pasion, si një dëshirë, siç e thatë edhe ju. Kuptoj drejt, desha edhe pak të bëj kështu polemik. Po, ka një gjë që alpinizmi është një sport që ti për të realizuar një synim të caktuar, mund të zgjedhësh një itinerar nga më i lehti deri tek i vështiri. Në qoftë se nuk i bën llogaritjet si duhet, dhe futesh te diçka që është e vështirë dhe nuk e arrin ta realizosh dot, atëherë, si thush, ti penalizohesh, dënohesh për gjykimin e gabuar. Sikur na ndodh për çdo gjë tjetër në jetë. Unë them që nga këto sfidat kryesore që unë kam jetuar dhe për gjithë alpinistët e Shqipërisë, ndahen në dy grupe, në ato që realizohen në stinën e verës dhe në ato që realizohen në stinën e dimrit. Unë në jetën time këtu në Shqipëri si alpinist, kam përvojë time edhe si alpinist thjesht,
si gjithë të tjerët, edhe si trajner, si disa prej alpinistëve. Dhe për sa i takon ngjitjeve të sezonit veror, nga më sfidueset është Maja e Arapit, që është në theth, në pjesën veriore të thethit. Qoftë për si sfidë për një alpinist, qoftë si sfidë për grupin tim kur jam në pozicionin e trajnerit. Dhe fatmirësisht, në vitet 80, alpinizmi shqiptar ishte në gjendje që Majën e Arapit ta pushtojnë të gjitha drejtimet. Kjo nuk është fundi, sepse brezat që vinë ndërtojnë një itinerar edhe më të vështirë, edhe më interesant, dhe ngelet çdo mal, ngelet i hapur për sfida të reja. Në aspektin e ngjitjeve dimnore është gjëja më e bukur që është realizuar nga unë dhe alpinistët e tjerë që kanë qenë me mua, është ngjitja nga ana veriore e Majës së Jezerës në dimrin e vitit 79, dhe është realizimi i kreshtës ortografike të djathtë të luginës së Valbonës dhe të currajve, të majt ortografike të currajve, me ekipin e Bajramcurit, e Valbonës. Një sfidë që filloi në fshatin Bog, nga fshati Bog nëpërmjet shtegut të ëndëve arritëm në theth, nga thethi nëpërmjet qafës së Borshit u futëm në Kresht, dhe për disa ditë ne kemi jetuar vetëm në pothuajse në qelloi viti që kishte mali shumë akull. Për çdo veprim lëvizje, neve gjithmonë duhet vendosim ato që ne i quajmë kthetra, që ja veshin këpucëve, dhe mbas një 5-6 njet fjetje në përkresht, neve arritëm në fshatin Markaj, në shtëpinë e Nureddin Secit, që ishte një nga anëtarët e grupit që realizuan këtë ngjitje. Kjo për mua ka qenë perla dimrore, si kundërthash edhe me ngjitjen e faqes veriore të Jezerës në 79. Sigurisht dhe ngjitjet e tjera kanë qenë interesante, po me që më thatë të veçoj diçka, ja këto të dyja mund të veçoja, dhe Majën e Arapit, për lëvizjen alpinistike të viteve 80 që arriti ta zotroj nga të gjitha. Në këtë kuptim, zoti Bojaxhi, është më tepër, le të themi, një pasion i madh që ju ka udhëhequr juve në gjithë këto vite, apo mund ta quajmë një profesion nga ana tjetër? Kam përshtypjen se edhe publiku ndan mendimin që më tepër është pasion, apo jo? Sigurisht, është pasion. Merresh me një sport, me çfarë do lloj sporti, është argëtim. Dhe është pasioni që të shtyn, të realizosh, ka proces sfida që janë gjithnjë më të vështira. Dhe përsa i takon anës profesion, unë nuk mund të them që ne kemi patur ose kemi alpinista profesionist. Meqenëse nga fundi viteve 80 ne na u krijuan mjaft kushte të favorshme për të zhvilluar më tej alpinizmin, po në asnjë mënyrë ta quaj profesion. Zoti Bojaxhi, unë ju falenderoj shumë që ishit i pranishëm në studion tonë për gjitha komentet, gjitha opinionet tuaja dhe për informacionet të gjitha që na dhat për alpinizmin dhe shikuesve që kanë qenë duke na ndjekur. Ishte vërtet kënaqësi që kishim në studio. Ishte kënaqësi ime një herë. Ju urojmë shumë suksese për ekipin tuaj në ngjitjen e Majës së Everestit. Faleminderit. Miq të dashur, shkojmë në një tjetër material në këtë moment, ndjekim thashë themet VIP.